ta nuk e përmbajnë në mënyrë substanciale institucionet dhe njerëz kompetent brenda atyre institucioneve që janë në shërbim të qytetarëve. Besoj shumë që mesazhi më i mirë që vjen nga Amerika edhe është dhënë edhe këtu sonte është që Kosova vazhdon të jetë një partner, Kosova vazhdon të jetë një aleat i rëndësishëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, mirë po neve patjetër duhet ta bëjmë punën tonë nga A-ja deri në Z, që ta ruajmë këtë miqësi, ta ruajmë këtë aleancë dhe ta zhvillojmë tutje këtë partneritet. Kosova nuk ka rrugë tjetër, pos një partneriteti unik, të veçantë, historik dhe të vazhdueshëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse në funditës Kosova është e gjithëve kushtrim. Pozitë opozit, serbë shqiptar, bosnjak, rom, ashkali, të gjithë ata qytetarë të Kosovës që jetojnë në Kosovë, e kanë Kosovën vendlindje apo për arsye tjera e kanë Kosovën shtëpi tyne, Kosova është e tënve dhe Kosova është një projekt më i madh se secili lider politik që ka pas ndonjëherë ky vend dhe se secila lëvizje